تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vëllezër të dashur, ne bi'idhnillahi ta'ala do vazhdojmë me këtë libër madhështor Al-Muharrar fil Hadith të djetarit madh Ibn Abdul Hadi Al-Hanbali rahimahullah. Dhe në mësimin e kaluar përfunduam me çështje, domethënë çka ndërlidheshte me formën e namazit. E tash kalon autori rahimahullah te një kapitull tjetër ku thotë: Babun umurun mustahabba wa umurun makruhatun fi s-salah siwa ma taqaddam. Kapitulli çështje të pëlqyera dhe çështje të papëlqyera gjatë namazit, jashtë asaj që kaloi deri tash. Do thonë jashtë atyrve haditheve që janë të përmendura domethënë deri tani. Ka me përmend tash Ibn Abdul Hadi rahimahullah disa ahadithe që kanë të bëjnë domethënë me çështje që janë të pëlqyera, t'i bëjnë muslimani, namazfalsi, dhe me çështje domethënë që janë të papëlqyera me i vepru gjatë namazit. Hadithi i parë, respektivisht hadithi 280 në renditje domethënë, po i pari në këtë kapitullit, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah an Uqbata ibn Amir radiyallahu anhu قال: كانت علينا رياعة الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بالعشي فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. E ka transmetuar këtë hadith Imam Muslimi. Thot Uqba ibn Amir radiallahu anhu se ne i kishim për kujdesjen e deveve. Për kujdeseshim do të thonë për devet. Dhe erdhi radha jeme. Do të thonë e kishin me radh. E kishin do të thonë me radh, me ditë të caktuara e kështu me radh. Edhe thot Uqba ibn Amir radiallahu anhu, erdhi radha jeme, dhe kështu une i drejtova devet, i vendosa do më thonë të vendi ku e kanë do më thonë të fjeturin, ku flenë do më thonë na devet. Pas kësaj, pasi që i vendosa devet, u drejtova te xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe gjeta pejgamberin alaihi salatu wasallam duke qëndruar në këmbë dhe duke u folur njerëzve. Dhe prej fjalive që i dëgjova, që i mrina, do më thonë se pejgamberi alaihi salatu wasallam nënkuptohet prej hadithit se e kishte fillu do më thonë në fjalin para kësaj. Por ajo pjesë që e ka kap Uqba ibn Amir radiallahu anhu ishte fjala e pejgamberit alaihi salatu wassalam se nuk është do më thonë mamin muslimin, asnjë musliman nuk merr abdest dhe merr abdestin në mënyrë më të bukur, më të përkryer, pastaj qohet dhe i fal 2 recate, duke qenë i përqendruar dhe i përkushtuar me zemrën e tij dhe me fytyrën e tij, për vetëm se i bëhet obligim atit xhenneti. Për vetëm se i obligohet domethënë atit xhenneti. Këtu Ibn Abdul Hadi rahimahullah e sjell këtë hadith madhështor të Uqba ibn Amir radiallahu anhu me treguar do më thonë çështjen e pëlqyesmërisë, do më thonë që është e pëlqyer me i fal robi 2 recate pas abdestit. Edhe kemi hadithin e Uthmanit radiallahu anhu
që do më thonë kush merr abdest dhe pastaj qohet dhe i fal 2 recate, i falen atij mëkatet. Kurse këtu thot te ky hadith pejgamberi alayhi salatu wassalam, do më thonë i bëhet detyrë atij, do më thonë në xheneti. Dhe thot Sheikh Abadi hafidhahullah, mes këtij hadithi dhe hadithit të Uthmanit radhiyallahu anhu nuk ka asnjë farë lloj kontradikt. Pse? Sepse atij që i falen mëkatet ku përfundon? Në xhennet. Prandaj do më thonë nuk është ndonjë çështje kontradiktore, po hadithet do më thonë përputhen plotësisht. Dhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah se amelun yesir është vepër e vogël me marr abdest dhe me fal 2 recate, por ejrun kebir, por shpërblimi është i madh. Amelun yesir, vepra do të thonë e vogël, merr abdest, edhe sa qëndrojmë në gjatë ditës dhe natës jemi të lirë, s'kemi çka të bëjmë. S'kemi çka të bëjmë, çka bëjmë? Rrim Facebook. S'kemi çka të bëjmë, çka bëjmë? Rrim në Instagram. S'kemi çka të bëjmë, çka bëjmë? Dalim në për kafe. Jo kishte prej selefët që falshin gjatë ditës dhe natës 1000 recate. 1000 recate gjatë ditës dhe natës. Edhe ne po habitemi si ka mundësi mi falaj 1000 recate, i falshin. Sepse kur edhe ne nëse llogarisim kohën që na kalon në për rrjetet sociale, ta kishim kalu në namaz, do kishim pa, do më thonë, se kishim pas mundësi me imri ato 1000 recate, ose gjysma, ose 1/4 aty, ose 1/5. Barakallahu fikum. Prandaj do më thonë, është vepër e vogël në sytë e njerëzve, dhe për një kohë të shkurtër tërbohet, por është me shpërblim të madh. Është domethënë me shpërblim të madh, dhe këtu po ashtu aludon ky hadithi domethënë që njeriu me qenë i përkushtuar. I përkushtuar domethënë gjatë namazit me zemrën e tij, dhe po ashtu domethënë se ka ardhur edhe në transmetime të tjera domethënë me gjymtyrat e tij të trupit. Është përmendur këtu fytyra, por ka edhe transmetime domethënë që janë përmendura domethënë gjymtyrët e trupit që më pas domethënë të përqendruara, të përkushtuara gjatë namazit. Dhe Sheikhu jon, Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahullah, thotë se ky hadith domethënë tregon, është domethënë mësim i qartë se sahabët ridwanullahi alejhim e bashkojshin çështjen e dunjas dhe çështjen e ahiretit. Se Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu, do të thonë ishte i angazhuar. Edhe thoshte e kishim ne kanat alejna, do të thonë bineve, e kishim për kujdesjen e deveve. Po e bashkojshin çështjen domethënë e dunjas, angazhimeve të dunjas, punëve të dunjas, dhe po ashtu prap nuk qëndrojshin domethënë dembela, po shkojshin dhe nxitojshin në mexhliset e pejgamberit alayhi salatu wassalam që me përfitu. Dhe kështu domethënë i bashkojshin edhe dobit e ahiretit dhe dobit domethënë e dunjas. Dobit e ahiretit dhe dobit domethënë e dunjas, dhe thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, dhe kështu ka vepruar edhe El Faruq të këtij ummetit, Omeri radhiyallahu anhu, që kishin një kojshi dhe çdo ditë domethënë ndroheshin. Një ditë shkonte kojshia i vet, kurse Omeri përqendroheshte në shtëpi dhe rinte në shtëpi dhe kujdeseshte për punët e vendit, kurse ditën tjetër Omeri radhiyallahu anhu shkonte, sahabiu tjetër rinte në atë vend, dhe kështu Omeri radhiyallahu anhu ja transmetonte atit dobit që i kishte përfituar gjatë ditës që qëndronte bashkë me pejgamberin alayhi salatu wassalam. Edhe ky hadithi të Uqbas radhiyallahu anhu e tregon një gjë e tillë, domethënë shumë e qartë, që angazhimi me dunja nuk është justifikim për neve me u largu prej dijes. Edhe dihet se Imam Muqbil rahimahullah, kur ka ardhur në fillimet e tij në mbretërinë e Saudis,
tregon vetë Shekh Muqbili rahimahullah se kur ka qenë në fillim në Mekë ka ardhur si punëtor. Gjatë ditës ka punuar dhe në mbrëmje ka shkuar në mexhliset e dietarëve në harem dhe jashtë haremit. Edhe kështu ka filluar domethënë në kërkimi i dijes. Barakallahu fikum. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah se njeriu domethënë duhet të jetë i përqendruar në namazin e tij dhe me qëndru larg vesveseve dhe gabimeve që munden të ndodhin aty gjatë namazit. Se të gjitha këto domethënë vesveset ose gabimet domethënë i apaksojnë domethënë në shpërblimin. Edhe pa dyshim thot Sheikh Zejdi rahimahullah se kjo është domethënë prej synimeve që i synon robi hyrje në xhennet, me hyrje në xhennet. Se kush hyn në xhennet, do të thot Sheikh Zejdi rahimahullah se Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur me ta. Është i kënaqur domethënë me ta. Pastaj hadithi i radhës 281 thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah an Abi Juhaym radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة متفق عليه. وفي بعض الروايات للبخاري ماذا عليه من الإثم. Ebu Gjuhejm transmeton se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, sikur se ta kishte ditur ai i cili kalon para namazliut, se çfarë mekat merr mbi vete, do kishte qëndruar dhe nuk do kishte kaluar 40. Do ishte më mirë për ta. Njëri prej transmetuesve të këtij hadithit Ebu Nadar thot 40, nuk e di a e tha 40 ditë, 40 muaj ose 40 vite. Do të më mirë është për ai i cili kalon para namazliut, më mirë me qëndru dhe mos me kalu para atit, më mirë me qëndru domethënë 40 ditë ose 40 muaj ose 40 domethënë vite, nuk dihet domethënë. Dhe thot Sheikh Abadi, edhe nëse do kishin qenë edhe 40 sahate, prapë tregon domethënë se çështja është e madhe, edhe nëse kishin qenë domethënë 40 sahate, 40 orë, po edhe nëse kishin qenë edhe 40 minuta, prapë kjo aludon domethënë në çështjen se çfarë mëkat merr ai i cili kalon domethënë para atit, i cili është duke falur. Këtu domethënë del ose priashtohet ai i cili qëndron i ulur para atit që e fal namazin. Ky nuk llogaritet se i kalon. Ose ai i cili është shtrir, ose ai i cili qëndron këmbë. Këta janë të priashtruara, janë të priashtuara nga ky domethënë kërcënim. Dhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah, pasi që i përmend edhe 3 hadithe tjera, se këta hadithe që i përmendim tash aludojnë domethënë se është domethënë mustahab marrja e sutrës, që njeriu para se me fillu namazin, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, sipas mendimit të Sheikh Zejdit rahimahullah, është domethënë e pëlqyer që namazliu domethënë me marr sutra. Dhe kjo domethënë thot Sheikh Zejdi rahimahullah sipas mundësisë dhe që mos mi shkaktuar njeriu të ngarkesë e madhe. Pastaj hadithi, që këto të gjitha ndërlidhen me çështjen e sutrës që i përmend këtu Ibn Abdul Hadi rahimahullah, pastaj Sheikh Zejdi rahimahullah i shpjegon, ku thot وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة
فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الأمراء متفق عليه. Tregon Abdullah ibn Omeri radiallahu anhuma se pejgamberi alayhi salatu wasalam kur delte për namazin e Bajramit urdhëronte që të vendoset një shtiz në tokë, edhe atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam faleshë në drejtimin të saj dhe njerëzit lidheshin pas pejgamberit alayhi salatu wasalam. Një gjë e tillë po ashtu vepronte pejgamberi alayhi salatu wasalam edhe gjatë udhëtimit. Dhe kështu edhe priesit e bëjshin një gjë e tillë. Hadithi radhës an Aisha radhiyallahu anha annaha qalet su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutrati al-musalli faqal mithlu muakhirati ar-rahil rawahu Muslim. Nana e besimtarve Aisha radhiyallahu anha tregon se pejgamberi alayhi salatu wasallam gjatë luftës së Tabukit është pyetur në lidhje me sutrën e namazliut. Dhe ka thonë pejgamberi, do të thonë, këtu pyetja është sa e madhe për afërsisht të jetë sutreja. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, sikurse do të thonë pjesa e fundit e samarit. Pjesa e fundit e samarit të deves ose të kalit. Dhe kjo për afërsisht Sheikh Abadi hafidhahullah thotë se është domethënë 2/3 e krahut e dorës, domethënë. Nga fillimi i dorës këtu deri këtu 2/3. Që do thotë domethënë për afërsisht deri këtu. Për afërsisht me centimetra, nga 40 centimetra. Kjo domethënë është ai miqdar, ajo domethënë nalësia e për afërt. Nuk është qëllimi këtu ti ta marrësh tash metrën, edhe të masësh me metër, ta marrësh metrën në xhep, edhe ku shkove qite metrën edhe pret ta masë se unë jam shumë i përpik. Jo. Këtu nuk është qëllimi, është për afërsisht, se ajo pjesa e domethënë mbrapa te samari, domethënë mundet me dallu, nga samari prej samarit me dallu, nga mjeshtri që ka bërë, mjeshtri tjetër në përpunim, dallon disa centimetra. Është domethënë për me pas një farë lloj orientim, e jo që është domethënë pa tjetër aq me qenë. Do thonë sikur se pjesa mbrapa të samarit. Pastaj hadithi radhës an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal idha salla ahadukum falyaj'al tilqa'i wajhihi shay'an fa in lam yajid falyansib 'asa fa in lam yakun ma'ahu 'asan falyakhutta khattan thumma la yadurruhu ma marra amamahu. Te ky hadithi Abu Hurairas radhiyallahu anhu thot pejgamberi alayhi salatu wasallam kur falet dikush për juve le të vendos diçka para fytyrës së tij. E nëse s'gjen asgjë atëherë një shkop. E nëse s'gjen edhe shkop, atëherë le ta bëjnë një vi domethënë si sutre. Pastaj nuk e dëmton asgjë që kalon para atij. Po ky hadith një pjesë e madhe e dietarëve domethënë e kanë dobësu. Sidomos kjo pjesa thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, le të bëjnë një vi. Pjesa e vijës domethënë është domethënë thotë Sheikh Abadi hafidhahullah e dobët, është e dobët, por Imam Sunna, Imam Ahmedi rahimahullah, edhe pse edhe ai ka qenë njëri prej atyre dietarëve që kanë dobësu këtë hadith pikërisht, por me gjithë atë ka punu me këtë hadith Imam Ahmedi rahimahullah. Ka punu. Dhe në medhhepin e Imam Ahmedit rahimullah është domethënë që nëse s'ke as shkop, as shtis, as diçka tjetër që me vendos si sutra, as mur, as shtyll, atëherë e bën një vi ndarse. Ku bëhet ajo vija? Bëhet domethënë te vendi ku e bën sejdën. Ku bi domethënë balli yt në sejdë. Para aty e bën domethënë vin edhe e fal namazin. Sipas medhhepit të Imam Ahmedit rahimahullah, dhe ka mundësi që Imam Sunna Imam Ahmedi rahimahullah është mbështetur edhe te disa efere të sahabëve që e kanë bën një gjë e tillë. Dhe po ashtu
prej rrugës së Imam Ahmedit në medhhepin e tij është që nëse hadithi nuk është në mënyrë të qartë dhe të prerë i dobët, por është domethënë e mundshme dobësia e hadithit, edhe nuk ka tekste tjera për kësaj lloj meselesh, Imam Ahmedi rahimahullah e merr hadithin si argument, edhe punon me hadithin. Edhe pse nga aspekti i sinxhirit ka mundësi domethënë me pas dobësi, dhe vetë Imam Ahmedi rahimahullah e ka dobësuar. Dhe sidomos që është shumë e rëndësishme në këtë kontekst përmendet, nëse një nxënës dije ose një selefi punon sipas medhhepit të Imam Ahmedit rahimahullah, që nëse s'ka një gjë tjetër e bën një vijë ndarse për sutra, atëherë nuk i thuhet atit se ke punu në kundërshtim me sunetin, sepse ai ka një imam domethënë që e ndjek në këtë mesele. Dhe nuk i thuhet domethënë se e ke kundërshtuar sunetin ose ke lënë sunetin e të ngjashme. Sepse ka domethënë një imam që ja ka parapri. Megjithatë se kërkohet domethënë me ndjek argumentin. Po nëse ai ka kërkuar dhe është mbështetur edhe ai te ky hadith, atëherë nuk është çështje të debatit dhe të diskutimit që më shkaktu përçarje. Thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se prej çështjeve që përfitojmë prej këtyre haditheve që u përmendën, se është domethënë e pëlqyer, siç e tham, marrja e sutrës, dhe është e papëlqyme domethënë që dhe është ndaluar që me i kalu para namazlijut. Ai i cili është në namaz është domethënë e papëlqyer sipas Sheikh Zejdit rahimahullah që me i kalu atit para atit. Imam Ahmedi rahimahullah dhe po ashtu Ibn Khuzaima rahimahullah e shohin domethënë në sutrën si wajib, se e ka muslimani domethënë për detyrë me marr sutrën domethënë. Kurse gjumhuri si Malik, Shafi'i, Abu Hanifa e kanë mendimin se e sutra është mustahab. Edhe kjo nënkuptohet edhe prej fjalive të Sheikh Zejdit rahimahullah, sipas mundësive dhe nëse nuk i shkakton njeriu domethënë në ngarkesë. Nëse njeriu nuk ngarkohet, atëherë është domethënë e pëlqyer. Dhe distanca, po ashtu, distanca e sutrës është domethënë që të vendoset sutra për afërsisht, domethënë pak para vendit ku bi njeriu në sejdë. Tash, nëse vjen dikush dhe kalon më larg se vendi ku bi ai në sejdë, kjo nuk llogaritet kalimi para namazliut. Që është, për shembull tash te rrethanat tona, ndoshta nuk ndodh ajo shpesh, ama kur shkon dikush në hax ose në umra, në Mekë, në Medinë, është domethënë shumë njerëz, atëherë me vërtet shkakton shumë vështirësi. Edhe ajo që është e ndaluar dhe që hyn domethënë te ky kërcënimi këtu, që 40 ditë ose 40 muaj ose 40 vite, është çështja domethënë që ti kalosh domethënë ke vendi ku bija në sejdë. Pas kësaj nuk llogaritet. Nuk hyn domethënë ndalesë. Mund të shkalosh domethënë dhe s'ka gjë. Pastaj hadithi i radhës, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah 285 an Sahal ibn Abi Hathma يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. Do më thonë se pejgamberi alayhi salatu wasalam thot kur falet dikush prej juve drejt sutrës, le të afrohet sutrës, le të afrohet, falyadnu minha.
që kështu mos ja ndërprej atit shejtani namazin. Edhe ky hadith e marrin dietarët si argument për argumenteve që sutreja është domethënë në wajib, detyrë. Se thonë nëse ai me sutrën, edhe nëse nuk i afrohet mirë sutre si që duhet, shejtani tenton domethënë me ja prish namazin ose me ja pre namazin, e si është domethënë thonë dietarët nëse domethënë ai nuk merr sutra. Nëse nuk merr sutra domethënë atëherë është rreziku edhe më i madh. Prandaj kur ta falim namazin drejt sutrës, ta afrohemi domethënë sa më shumë. Ai afrimi domethënë që ti mundesh bish në sejdë edhe mos të lëvizësh domethënë. Normal, jo ti shkosh domethënë afër sutrës e kur vjen puna në ruku me shku, duhet të kthehesh mas. Nuk është ky qëllimi. Ose kur duhet shkosh pastaj në suxhud, prap duhet kthehesh 2 hapa ose 3 hapa mas e ne të kesh mundësi. Po domethënë afrohu në atë kuptimin e kur shkosh pastaj në ruku ose në sejdë, nuk ka domethënë nevojë për lëvizje. Dhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah se këtu të çështja e kalimit para namazliut, te ky kërcënim hyn sidomos ai i cili qëllimisht e bën një gjë e tillë. Do të thonë ai është i vetëdijshëm dhe ka mundësi do shta me ik kësaj, por ai qëllimisht domethënë jo don t'i kalojnë domethënë në namazliun para atit, këtu domethënë ai përfshihet edhe më shumë në këtë kërcënim. Edhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, sa i përket domethënë sutrës, se ar-rajih, mendimi më i mirë sipas Sheikh Zejdi rahimahullah, se thotë disa prej dietarëve kanë thënë se është wajib, e disa kanë thënë se është mustahab, dhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se që është mustahab, ajo është mendimi më i saktë. Do thonë sipas Sheikh Zejdi rahimahullah që sutreja është mustahab, është mustahab. Prandaj nëse vjen dikush edhe fal pa sutra, atëherë do shta ka mendimin ai të dietarëve tjerë. Nuk duhet me qenë shkak tash që mundet me ndodh për shembull që dikush i shkon për shembull atit edhe ai vendos sutra atit. Jo, s'ka nevojë ti ta ngarkosh veten, se çështja ka domethënë ka gjërsi. Ka gjërsi dhe për sutra thotë Sheikh Zejdi rahimahullah gjithashtu edhe miren si shtyllat e xhamis ose shtyllat e shtëpisë ose çfarë do të qoftë domethënë që është si shtyll dhe muri po ashtu, domethënë po ashtu ato përdoren si sutra. Pastaj hadithi i radhës 286 an Abi Huraira radhiyallahu anhu qal nuhiya an yusalli ar-rajulu mukhtasira rawahu al-Bukhari wa rawahu Muslim naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Huraira radhiyallahu anhu transmeton se pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka ndaluar që njeriu të falet duke i vendosur duart te kyçet. E ka ndaluar. Muslimi në transmetimin e tij e tregon kush e ka ndaluar, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Domethënë një gjë e tillë e ka ndaluar pejgamberi alayhi salatu wasallam që njeriu namazliu të falet duke i pas duart te kyçet të vendosura, te kyçet e këmbëve. Shto Sheikh Abadi, hafidhahullah, a është njëra dorë ose të dyja duar? E kuptoni te kyçet? Kështu është. Ijet. Ha? Ijet. Si thonë? Ijet. Hijet? Ijet. Ijet. Ijet, te hijet, do të thonë. Te ijet ose te kyçet, edhe kyçi i thonë duket, te kyçet, do të thonë me i vendos duart kështu, është e ndaluar. Gjatë namazit, jashtë namazit lejohet. Jashtë namazit do më thonë lejohet. Sheikh Uthemini rahimahullah thot se kur bëhet fjala për ibadetet,
Kur vjen ndalesa ose urdhëri, esenca është, urdhëri është për detyrë, për obligim, dhe ndalesa është për haram, për tahrim. Për vetëm se nëse ka do më thonë argumente tjera, ose tekste tjera shtesë, që e qesin do më thonë nga detyrë në mustahab, ose pre çështjes të tahrimit, të haramit, në çështje do më thonë e të mekruh, do më thonë e papëlqyer. Imamlarët e katër medhhepeve e shohin do më thonë këtë çështje si çështje e papëlqyer. Çështje e papëlqyer do më thonë që njeriu do më thonë me i vendos duart të ijet, gjatë namazit. Si thonë ju të Kosovës, kyçet ose ijet? Beli është pak më sipër. Ajo do më thonë, si që thamë. Ka përgjithë ku e gjithë dhe ka. Beli është tamam. Tamam. Do më thonë, gjumhuri e kanë mendimin se është për kiraha, për do më thonë se është e papëlqyer. Kurse disa prej dietarëve e morin do më thonë hadithin nga kuptimi i dukshëm dhe thonë një gjë e tillë është haram gjatë namazit. Jashtë namazit nuk vlen kjo ndalesë. Brenda namazit. Sepse thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, ajo që është e ligjshme dhe e kërkuar prej namazliut gjatë namazit, që mi vendos duart e tij te gjoksi. Do më thonë, dorën e djathtë si për dorës së majtë. Kjo është e kërkuara prej namazliut. Dhe Sheikh Zejdi rahimahullah përmend këtu se hadithi që përmendet se bën me i lidh duart edhe nër kërthizën, është hadithi dobët, fa hua daifun. Dhe ajo që është e sakt, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, është vendosja e duarve te gjoksi. Këtu dikush mundet me pyet, po ku qëndron urtësia e kësaj lloji të qëndruarit ose të vendosurit e duarve, dhe këtu hyn do më thonë ose njëna dorë ose të dyja, do më thonë. Që mund të dikush me njënën veç e vendos, edhe thotë jo, po duhet që me hyjë ky kërcënimi të dyjat me qenë. Jo, edhe njëna, thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, ose të dyja do më thonë janë të ndaluara, dhe është transmetuar te Sahih al-Bukhari, në Sahih al-Bukhari është përmend se Aisha radiallahu anha ka thënë se një veprimtari e tillë ose një veprim e tillë është veprim i çifutëve. Kështu do më thonë qëndrojnë çifutët. Dhe disa prej tabiinëve kanë thënë se ky është veprimi i shejtanit. Ky është domethënë veprimi ose qëndrimi, ky është domethënë qëndrimi i shejtanit. Dhe disa kanë thënë po ashtu se një gjë e tillë domethënë do të jetë domethënë qëndrimi i xhehenemlive. Prandaj domethënë këta janë disa urtësi që janë përmendura domethënë si lloj shpjegim domethënë pse është e ndaluar, edhe fundit, nëse nuk e kuptojmë domethënë urtësinë, shkaku i ndalesës, kjo nuk na dëmton neve. A ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, naha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu mukhtasira, atëherë u kry muhabeti. A e kuptojmë urtësinë, a se kuptojmë urtësinë, domethënë nuk është me rëndësi. Dhe këtu përmendet ar-rajul, do thonë burri, po përfshihet edhe gruaja. Edhe për grad vlen ndalesa. Nuk është ndalesa këtu vetëm për burrat, po edhe për grad, domethënë që nuk bën të falen në atë mënyrë. Që nuk bën domethënë falen në atë formë, duke vendosur duar domethënë të ijet ose të si ishte? Belet? Beli i kamva.
Ose i trupit? Po. Pastaj hadithi i radhës 287 an Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم متفق عليه. Këtu të ky hadith, i cili është në Bukhari dhe Muslim, e transmeton Anas ibn Malik radiyallahu anhu që thot se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë kur vendoset darka, kur shtrohet darka, atëherë filloni me darkën, me ngrënien e bukës, para se të filloni me namazin e akshamit. Këtu është përmend namazi i akshamit sepse zakonisht thotë Sheikh Abadi hafidhahullah shtrohet domethënë darka kohës e akshamit. Ama kjo vlen domethënë edhe për namazet tjera. Edhe nëse është dreka, edhe nëse është ikindia, edhe nëse është yatsia, kur shtrohet domethënë ushqimi, fillohet me ushqimin para namazit. Dhe mos nxitoni në ngrënje e darkës. Mos nxitoni, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, wala ta'jalu, mos nxitoni, mos shpejtoni do thon ngrënjen e darkës ose drekës. Mos me nxitu. Thot Sheikh Zeidi rahimahullah, sidomos domethënë kur ndikon ajo buka në përqëndrimin dhe përkushtimin e namazliut në namazin e tij. Që atit aq shumë i rin mendja te buka, sa që ai nuk mundet të përqëndrohet. Atëherë, është ma mirë për të domethënë që me hëngër njerë buk, edhe mos me shpejtu. Edhe thot Sheikh Zeidi rahimahullah, që do vim edhe në hadithe tjera tash që do përmenden, edhe nëse i ik namazi me xhamat. Edhe nëse i ik namazi me xhamat, ai e përfundon ngrënien e bukës, pastaj shkon dhe e fal namazin. Pastaj shkon dhe e fal namazin e tij. Pastaj hadithi i radhës, po ashtu është Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha kana ahadukum fi as-salah fa innahu yunaji rabbahu azza wa jal fala yabzuqanna bayna yaday wala an yamini walakin an shimalihi tahta qadamihi muttafaqun alayhi wa fi lafdh lil-Bukhari an yasarihi aw tahta qadamihi. Te ky hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, kur dikush prej juve është në namaz, ai gjatë namazit i drejtohet Zotit vet. Prandaj mos me pështy në drejtimin të kibles e as në anën e djathtë, por në anën e majt poshtë këmbëve. Poshtë këmbëve në anën e majt. Thot Sheikh Zeidi rahimahullah se ky hadith përmban domethënë ndales që njeriu me pështy domethënë në drejtim të kibles, sepse Allahu subhanahu wa taala është domethënë para fytyrës së namazliut. Kjo çështja si takon madhështisë dhe madhërisë së Allahu subhanahu wa taala. Çështja e si, domethënë nuk e dim. Po ne domethënë u besojmë domethënë në teksteve të Koranit dhe të Sunetit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe po ashtu thot Sheikh Zeidi rahimullah, edhe ana e djathtë, që është më me vlerë ndaj anës së majtë. Dhe thot Sheikh Abadi hafidhahullah, po nëse ajo është në namaz dhe në anën e majt ka dikush që falet afër tij, atëherë e përdor domethënë petkun e tij ose domethënë këmishën e tij, një pjesë domethënë këmishës që me pështy edhe mos me e dëmtu tjetrin që është afër teje. Që mos me dëmtu afër do të ai që është. Dhe thot Sheikh Zeidi rahimahullah se këtu
në anën e majt, nuk është për qëllim që ti të kthehesh në anën e majt në mënyrë domethënë totale, ta ndryshosh kiblen bile, se kjo si që do e shohim tash në vim, e prish namazin kjo. Nëse njeriu me qëllim kthehet domethënë në mënyrë krejtësish, në tërsi, në anën e majt, ose në anën e djathtë, ose mbrapa, ai domethënë e prish namazin. Po kjo domethënë në anën e majt domethënë nër këmbë, që ai domethënë të jetë anën e majt shumë e butë, lëvizje në drejtimin e sëmajtës, një lëvizje domethënë e butë, që nuk ndryshon shumë nga përqëndrimi drejt kibles. Dhe prapë nëse dikush është afër me ty domethënë duke fal namaz, atëherë më mirë është domethënë më mirë është që ai domethënë ta bën një gjë e tillë nëse është patjetër domethënë në këmishën e tij dhe pastaj pas namazit e pastron. Pas namazit domethënë e pastron. Pastaj në hadithi radhës 289 an Muajqib wa huwa ibn Abi Fatima ad-Dawsi قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المسح في المسجد يعني الحصى قال إن كان ولا بد فاعلا فواحدة متفق عليه. Te ky hadith thot se ka përmend pejgamberi alayhi salatu wassalam meshun ose pastrimi i vendit ku njeriu mbin sejdë. Ka thonë nëse është patjetër, atëherë një herë vetëm. Nëse është patjetër që ti ta pastrojsh vendin e sugjudit ku bin sejdë, ose ta drejtojsh, ta rafshojsh, atëherë vetëm një herë. Do thonë herën e parë ku bin sejdë, e drejton, pastaj nuk angazhohesh, nuk miresh domethënë me drejtimin e vendit. Kjo ka mundësi domethënë që, siç e thotë Sheikh Abadi hafidhahullah, nëse vendi nuk është i rafshët, edhe së ne prekish domethënë ndoshta me ballin, po me hundën së ne prekish tokën ose anasjellta ose kështu me radhë, atëherë e drejton një herë, edhe pastaj domethënë nuk merresh domethënë me këtë çështje, nuk merresh domethënë dhe nuk angazhohesh, sepse thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, nëse ti merresh me këtë çështje, atëherë do të thotë domethënë se ti bën shumë lëvizje që janë lëvizje që nuk kanë lidhje me namazin. Që i ke shtu domethënë lëvizjet që nuk kanë të bëjnë domethënë me çështjen e namazit. Prandaj duhet me pas robi kujdes. Dhe thot Abu Dharr al-Ghifari radiallahu anhu te hadithi tjetër, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an kulli shay, e kam pyetur pejgamberin alaihi salatu wasallam për çdo gjë. Për çdo gjë, mos keq kuptohet këtu domethënë çdo gjë që i ka rana përmend kështu edhe hajde me e pyet. Jo. Për çdo gjë domethënë që e afron drejt xhenetit dhe largon prej zjarrit. Se sot ka lloj-lloj njerëz, çka ti vin aty në përmendjen e atij bën pyetje. Vend e pa vend, me drejt e pa drejt. Kjo nuk është domethënë rruga e selefit. Dhe ne e kemi pa se Ibn Taymija rahimahullah, pjesa e madhe e librave të tij i ka përpilluar si shkaku i pyetjes që është bërë. Janë drejtuar pyetje prej domethënë El Hamawiyya, El Wasatiyya e kështu me radhë. Pse? Njerëz të atyre vendeve i kanë bë pyetje Ibn Taymija rahimahullah dhe në bazë të asaj pyetjes që i ka lënë për shtypje këtij imamit ajo pyetje, ka përpilluar libra madhështore që janë, që sot kësaj dite janë domethënë prej bazave të akidës së ehlu sunna wal jamaa. Edhe kjo, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an kulli shay, për çdo gjë, hatta sa'altu an massil hasa, edhe e kam pyetur në lidhje me ato prekjen ose pastrimin e guralecave gjatë namazit, domethënë faqal dhe më tha wahidatan aw da'a. Domethënë bëne një gjë e tillë, një veprim e tillë, bëne një herë ose lije hiç. Domethënë mos u angazho me to. Një herë ose hiç. Domethënë mos u angazho me një gjë e tillë.
Pastaj hadithi radhës 291, an Abi Huraira radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qal: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة الحمار متفق عليه. يرحمك الله. Te ky hadithi Abu Hurairas radhiyallahu anhu thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, a mos friksohet ai I cili, a nuk ka frikë ai I cili domethënë e ngre kokën para imamit, që Allahu m'ja shëndrua atit kokën të gomarit, ose m'ja dhënë formën e një gomarit. Dhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadith aludon dhe përmban se njeriu e ka detyrë me ndjek imamin gjatë namazit dhe asesi mos m'ja parakalu imamit, as në shkuarjen e sejdës, as në shkuarjen e rukus, as ngritjes prej rukus, as ngritjes prej sejdës, as prej të shahudit, gjatë gjithë namazit, do më thonë, ai I cili është lidhur pas imamit, e ndjek imamin. Dhe kjo përmban do më thonë mekat I madh. Është mekat I madh do më thonë që njeriu do më thonë me ja parakaluara imamit gjatë namazit. Por duhet do më thonë, edhe një gjë e tillë mundet me ndodh edhe nga pakujdesia dhe nga mos përqëndrimi në namaz, duke qenë do më thonë I angazhuar edhe do vim do më thonë ato çështjet e do më thonë mos përqëndrimit në namaz dhe shikimi në drejtime të ndryshme gjatë namazit, që ajo më e rëndësishme është që zemra yte t'jetë e përqëndruar në namaz. Se ndoshta ti je në namaz I drejtuar, në kible I përqëndruar, do thonë nga anat e gjymtyrëve të trupit, por zemra është e angazhuar me çështjeve të dunjas. Prandaj thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, ky hadith përmban një kërcënim të ashpër për ata njerëz që ja parakalojnë imamit në namaz. Por detyra është domethënë që me pasu me ndjek imamin deri në fund. Pastaj hadithi I radhës 292 an Aisha radhiyallahu anha qalet: Sa'altu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam 'an al-iltifat fi as-salah faqal huwa ikhtilas yakhtalisuhu ash-shaytan min salat al-'abd rawahu al-Bukhari. Aisha radhiyallahu anha thot se kam pyetur pejgamberin alayhi salatu wassalam në lidhje me domethënë shpërqendrimi prej namazit, duke shikuar domethënë në anën e djathtë ose në anën e majt ose ka qielli, e kështu me radhë do vinë edhe në hadithe. Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam se ato shpërqendrime gjatë namazit janë vjedhje që ja vjedh shejtani namazliut prej namazit. Ata çështje janë vjedhje do më thonë që ja vjedh shejtani namazfalsit prej namazit së tij. Dhe thotë që Habadi kjo nënkuptohet se ja mangëson do më thonë shpërblimin gjatë namazit. Qaj kur shikon do më thonë në drejtime të ndryshme, se njeriu si që thotë Sheikh Zejdi rahimahullah e ka për detyrë që kur është duke qëndruar në këmbë me shiku do më thonë të vendi I sujudit. Kur është në këmbë do më thonë shikon në vendin ku bin sejdë, dhe kur është do më thonë në teshehud, atëherë shikon të gishti treguese. E jo do më thonë me shiku ku do ai, dhe do shta e kini pa dhe e kini vret të awami, sidomos ato që falen vetëm gjuman që shkojnë, hynë xhami edhe sidomos pas farzit të gjumas, që I falin ato ka 6 recate sa I falin, edhe shikojnë gjatë gjithë xhamis kështu, shikon, lexon aty në altë kështu, do thonë të shpërqendruar deri në maksimum. Edhe kjo tregon do thonë dobësi e madhe, dhe janë do më thonë vjedhje që ja vjedh shejtani atij prej namazit së tij, që duhet do më thonë me pas kujdes.
Pastaj hadithi tjetër 293 an Anas radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bunay iyyaka waltifatu fi as-salah fa inna iltifata fi as-salah halaka fa in kana wala budda fa fi at-tatawwu'i la fi al-fariḍah. Enes radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka thënë: o djalosh, o biri jem, ki kujdes prej shpërqëndrimeve gjatë namazit, sepse ato janë shkatrim për njeriu. Nëse është patjetër atëherë në namazin nafile, e jo në farzet. Por Sheikh Abadi hafidhahullah thotë se ky hadith është hadith i dobët, sepse njeriu i ndalohet shpërqëndrimi dhe të shikuarit djathtas e majtas e kështu me radhë gjatë namazit, i ndalohet edhe në namazin farz dhe po ashtu edhe në nafile. Edhe në nafile, do më thonë, nuk i lejohet një gjë e tillë ta veprojnë. Pastaj hadithi radhës 294 an Sahal ibn Hamdhaliya قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت إلى الشعب. Këtu tregon Sahal ibn Hamdhaliya radhiyallahu anhu se është bërë ikameti për namazin e sabahut dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam e filloi namazin duke i prirë muslimanët, wa yaltafitu ila shi'ab, dhe shikonte domethënë në drejtim të kodrave dhe maleve, sepse ishin domethënë, ky hadith e ka një histori që kishin dalë në një luftë sahabat e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe kështu domethënë pejgamberi alayhi salatu wasalam gjatë namazit të sabahut, sepse ishin afër pranë armikut, shikonte domethënë në drejtim të kodrave që ishin domethënë në drejtim afër të kibles. Domethënë nuk kishte nevojë që me u shpërqendru dhe me dal në anën e djathtë ose në anën e majt. Dhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se ato, domethënë shpërqendrimi është dy llojesh, ai shpërqendrim domethënë që e prish namazin dhe ai i cili është i papëlqyer por nuk e prish namazin. Ai që e prish namazin, thotë Sheikh Zejdi, që njeriu me u kthy në mënyrë të tërësishme në anën e majt ose në anën e djathtë ose përmas. Nëse bën një gjë e tillë, atë namazi i tij domethënë prishet. Por nëse e bën duke qëndruar në drejtim të kibles, por pak anon domethënë nga ana e djathtë ose anën e majt, atëherë domethënë një gjë e tillë nuk i aprish domethënë në namazin, nuk i aprish namazin, por namazi i tij është në rregull. Dhe ky shpërqendrim, thotë Sheikh Zejdi, ndërlidhet edhe me çështjen e vesveseve dhe me çështjen e lidhjes së zemrës me çështjeve të dunjas ose me kënaqësive të dunjas, që njeriu me hyn në namaz, por me qenë totalisht i shpërqendruar. Totalisht domethënë i shpërqendruar, saqë domethënë për ato vezveset, shkaku atyre vezveseve domethënë ai as nuk e shijon namazin. Ose shkaku atyre çështjeve që ai është u mendu rreth punës, rreth fitimeve, rreth biznesit, rreth, saqë domethënë i kalojnë atit 4 recate, ai as nuk është i vetëdijshëm domethënë se i ka fal 4 recate. Nëse ai përpara imami kishte falë edhe 2 tjera 6 i kishte bë, ai i kishte falë ndoshta edhe 6, edhe kishte menduar se janë 4. Aq është domethënë i shpërqendruar nga aspekti i zemrës. Prandaj duhet shumë kujdes dhe prej dobive më vështore të nafileve, si ka përmend dietari i madh al-Allama al-Imam Sheikh Emin Shanqiti rahimahullah, ka thënë prej dobive të nafileve para namazit që janë se kur njeriu i fal ato dhe pastaj hyn në fars, është më i përqendruar në namaz, më i përkushtuar se sa nëse hyn drejt në fars.
Sepse kur hyn domethënë i fal nafilet, ai qetësohet, largohet prej çështjeve të dunjas, prej angazhimeve të dunjas dhe pastaj kur vjen farze domethënë është edhe më i përqendruar. Është edhe më i përqendruar. Pastaj hadithi i radhës 295 an Anas radhiyallahu anhu قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في الصلاة رواه البخاري. Anas radhiyallahu anhu tregon se Aisha radhiyallahu anha nëna besimtarve kishte një perde të shtëpia e saj, që një pjesë e shtëpisë e kishte mbulu me atë perde, dhe një ditë prej ditëve i ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, largoj këto perde, sepse ato shenjat që i ka jo perdja më pengojnë mua gjatë namazit. Edhe kështu Aisha radhiyallahu anha i largoj do më thonë, edhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadith është argument delil, se është detyrë do më thonë që namazliu çdo gjë me largu që qëndron para ti dhe e shpërqëndron dhe dekoncentron gjatë namazit. A janë ata do më thonë petka me figura, ose janë muret me shkrime, ose janë do më thonë mobilje me ngjyra të lloj-llojshme që të shpërqendrojnë. Por barakallahu fik, kjo Abdullah flen, jo të shkon ke vllai tjetrit edhe ja merr banesën, ja bën se thonë. Do thonë kjo kërkon urtësi. Edhe këtu pejgamberi alayhi salatu wasalam i thot Aishës radhiyallahu anha, edhe do thonë me i largu. Sidomos kur dihet se njeriu e pranon këshillën. Jo ti shkon për shembull dikush e ka ngjyros tash, e ka ngjyros murin për shembull me ndonjë ngjyrë që fëmijët e kanë për shembull i kanë me rak këto ngjyra të lloj-llojshme. E në më duket ti ke punu në Itali, kështu e në sjelle bojën, ta ndryshojmë se ndryshe unë se në falem këtu. Do më thonë duhet kujdes, duhet maturi, edhe kur dihet se ai tjetri e pranon këshillën, atëherë do më thonë, se këtu nuk do të thotë se pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk është falur pastaj, po ndërkohë edhe janë largu ato perdet. Ndërkohë do më thonë janë largu ato perdet që kështu mos me qenë shkak për dekoncentrim. Këtu kanë thënë dietarët, hyn edhe biblioteka, libraria që e ka talebja ose dietari. Për shembull dikush në drejtimin e kibles e ka librarin. Edhe aty e ka Siyar Alamin Nubala, Mejmua Fetawa të Sheikh bin Bazit, Mejmua Fetawa të Ibn Taymiyas, libra të lloj-llojshme, tefsir Tabari, tefsir Al-Qurtubi, tefsir Ibn Kathir, edhe ai hyn në namaz tash edhe i lexon librat krejt me re. Nuk është, domethënë, duhet me të vërtet që të gjitha këto shkaqet ti largojmë ose ti anulojmë që ti domethënë çështja sa më e pastër në përqendrimin e namazliut gjatë namazit së tij. Edhe këto çështje domethënë sot që jemi sprovu në për xhamit me këto shkrime, me këto zbukurime, atëherë neve na mbetet domethënë me i këshillu ata. Ma shumë nuk kemi në dorën tonë, me i këshillu, nëse i pastrojnë, elhamdulillah, nëse jo domethënë e kemi kry detyrën tonë. Barakallahu fikum. Prandaj, edhe kjo domethënë Sheikh Rabiz, hafidhahullah, i pëlqente ose i pëlqeshin më shumë ato xhamijat që nuk kanë zbukurime. Do thonë me shku në xhami as vizatim, as shkrim, shumë e thjeshtë me qenë xhamia. Aty më shumë i shkohesh te Sheikh Rabiz se sa ndo xhamia që do shta neve na duken shumë të bukura, shumë të drejtuara, të renditura kështu. Sa më thjeshta.
E mos flasim do të thonë për xhamin e shejhut të Sheh Rabis që është falur në Mekë, që ka pas. Do të thonë ne keni pa doshna për foto si ka qenë ajo, si lloj barake ka qenë domethënë, në mënyrë do të thonë shumë e thjeshtë. Shumë e thjeshtë. Edhe kjo tregoj domethënë që ky njeri dhe ky burr, hafidhahullah, s'ka pas asnjë farë lloj lidhje domethënë me çështjen e pushtetarëve. Po ka qëndruar larg pushtetarëve dhe nuk do thotë kjo ka qëndruar larg pushtetarëve që nuk ka bërë këshilla, po ka këshilluar Sheh Rabia sipas menhegjit, metodologjisë së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Se të kishte qenë si që pretendojnë Khawarijt se ka qenë do të thonë dietarët e pallateve, e kështu atëherë nuk jetojnë ato në ato kushte edhe në ato rrethana. Po elhamdulillah, kjo tregon domethënë qëndrueshmërinë e këtyre dietarëve edhe po ashtu Sheikh Ubejdi rahimahullah. Prandaj domethënë një gjë e tillë, Sheikh Zejdi rahimahullah thot se edhe kur jemi te Sheikh Zejdi rahimahullah, Sheikh Zejdi, fëmijët e Sheikh Zejdit e tregon një gjë e tillë, fëmijët e Sheikh Zejdit, se Sheikh Zejdi ka thënë Sheikh Rabia ibn Taymija fi zamanina. Do të thonë Sheikh Rabia është Ibn Taymija e kohës sonë. Do të thonë Sheikh Zejdi është në rangun e Sheikh Rabis, do më thonë, flasim për një imam. Edhe një imam me thonë për Sheikh Rabin se është Ibn Taymija e kohës sonë, kjo do më thonë është lëvdat madhështore. Edhe Sheikh Abdussalam bin Bergjës prandaj ka thënë edhe o Sheikh Rabia, njerëzit nuk ta din vlerën. Librat tuaja pas vdekjes tënde do kërkohen prej nxënësve të dijes, sikur se librat e Ibn Taymijas sot që i kërkojnë dhe i lexojnë dhe i studiojnë dhe i shpjegojnë. Këta fjali kanë thënë dietarët për Sheikh Rabin. Allahu ruajt. Pastaj hadithi i radhës 296 an Aisha radhiyallahu anha qalet sami'tu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul la salata bi hadrati at-ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan rawahu Muslim. Nëna e besimtarve, Aisha radhiyallahu anha tregon se kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasallam duke thënë se nuk ka namaz duke qenë ushqimi prezent ose duke qenë ushqimi gati. Dhe po ashtu nuk ka namaz, do të thonë nuk duhet me fal atëherë në ato rrethana dhe gjendje kur ai do më thonë është duke ushty ose duke pas do më thonë si më thonë shtypje për çështjes së nevojës së vogël ose nevojës së madhe. Do më thonë atëherë në ato rrethana dhe gjendje kur ushqimi, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, dhe thot Sheikh Zejdi këtu është do më thonë prej sunnetit, mine sunna thot, nëse ai ka nevojë për ushqimin, që njerë edhe nëse walau fatat el gjema'a, edhe nëse ik gjemati atit, namazi me gjemat, prej sunnetit është që me ngrën bukën, me hëngër, pastaj me shku dhe me fal namazin. Sidomos do më thonë kur nevoja është do më thonë e madhe dhe i rinë mendja aty, do thonë së përqëndrojnë në namaz. Dhe po ashtu thot Sheikh Zejdi rahimullah, çështja do më thonë e nevojës së vogël dhe nevojës së madhe. Kjo thot Sheikh Zejdi, nevoja e vogël dhe nevoja e madhe vlen para hyrjes së namazit, para se me hy, nëse ke do më thonë ti atë shumë nevoj për me kry nevojën e vogël ose nevojën e madhe, atëherë edhe nëse të ik ty gjemati, ma mirë është që ti të shkojsh, të pastrohesh, të rregullosh, edhe pastaj atë nëse e arrin imamin në reqatin e 2, 3 ose 4, lidhesh edhe pastaj do më thonë vazhdon me namazin, e nëse ik do më thonë në tërsi, i justifikuar.
i justifikuar domethënë dhe fal namazin vet. Dhe thotë Sheikh Zejdi, po ashtu kjo vlen edhe në gjatë namazit. Nëse dikush gjatë namazit aq shumë ka domethënë shtypje dhe është në siklet, sa që domethënë nuk mundet të përqëndrohet në namazin e tij, atëherë del prej namazit. Del dhe është i justifikuar. Prandaj duhet kemi domethënë kjo çështje na tregon se dikush mundet me dal si pasojë të kësaj, dhe ne me mendu keq për të, me thonë jo, po pse u zgjat pak namazja i iku. Jo, prit pak, pyete, ndoshta sepse ai ka pas ndonjë justifikim. Prandaj kjo vlen, thotë Sheikh Zejdi rahimullah, edhe gjatë namazit. Nëse është diçka që është domethënë pak, domethënë të pengon, po nuk është ai pengesë që ti ta hupish për qëndrimin gjatë namazit. Ti ndjen diçka, po nuk është ajo ndjenje që ty domethënë ta prish për qëndrimin. Po ti mundesh ta vazhdosh, atëherë më mirë është ta vazhdojsh namazin deri në fund, ta falësh dhe pastaj shkojsh pas nevojave që i ke. Ama nëse është deri në atë shkallë që ti nuk mundesh më të përqëndrohesh, atëherë del prej namazit. Del edhe shkon edhe nëse ik xhamati, nëse ik xhamati, sepse thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, la sala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Al-akhbathan, domethënë ato dy, kush janë ata dy, domethënë është nevoja vogël dhe po ashtu edhe nevoja e madhe. Pastaj hadithi 297 عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما رافعي أبصارهم إلى السماء وهم في الصلاة فقال لا ينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. Këtu Gjabir ibn Samura radiallahu anhu tregon se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka vrejtur, ka pa disa njerëz që gjatë namazit i kishin ngritur shikimet drejt qiellit. Në namaz, duke qëndruar në namaz, shikoshin në drejtim të qiellit. Atëherë, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ose ata do ta braktisin një veprim e tillë, ose Allahu subhanahu wa taala, domethënë, dënimi është që nuk do u kthehen atyrve shikimet. Domethënë që mundet me qenë shkaku për dënim për humbjen e shikimit, si pasojë të kësaj kundërshtimit, sepse thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, vendi i shikimit gjatë namazit është vendi i sujudit. Sidomos domethënë kur qëndron njeriu në këmbë, e kur është domethënë në teshahud, atëherë e shikon domethënë gishtin tregues, sepse një gjë e tillë, ngritja e shikimit në drejtim të qiellit gjatë namazit, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, është mekat prej mekateve të mëdha. Është mekat prej mekateve të mëdha, por nëse vjen pyetja tash, a është namazi i tij në rregull ose jo? Themi po. Namazi është i saktë. Namazi është domethënë i saktë, domethënë nuk është një veprim i tillë shkak për shkaqeve që me i anulu ose me aprish namazin. Dhe këtu përfshihet namazi farzi dhe nafilet, që nuk lejohet domethënë ngritja e shikimit në drejtim të qiellit as gjatë farzeve e as gjatë domethënë në nafileve. Dhe hadithi i fundit të këtij kapitulli 297 thot Ibn Abdullah rahimahullah, wa an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala التثاؤب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع رواه الترمذي وصححه وروى مسلم ولم يقل في الصلاة. Ebu Huraira radiallahu anhu transmeton se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, përtitja në namaz ose gjatë namazit është prej shejtanit ose është nga shejtani. Pra nëse i vjen atit përtitja gjatë namazit, le ta shtyp sa ka mundësi. Këtë hadith e ka transmetuar Imam Tirmidhiu dhe po ashtu edhe Imam Muslimi.
por te transmetimi të rivajeti Imam Muslimit nuk përmendet fi salah gjatë namazit. Që do thotë domethënë, përtitja është edhe nuk bën një gjë e tillë edhe gjatë namazit, edhe jashtë namazit. Dhe thotë Sheikh Abadi hafidhahullah se një gjë e tillë, një veprim i tillë aludon domethënë për taci. Aludon për taci domethënë dhe është prej mine shejtan. Dhe kjo sipas transmetimit Imam Muslimit është at-tatha'ub mine shejtan, do thonë edhe gjatë namazit, edhe jashtë namazit. Dhe pra, sa ka mundësi domethënë le ta pengojnë. Sa ke mundësi domethënë pengoje. E thotë Sheikh Abadi hafidhahullah dhe po ashtu edhe Sheikh Zeidi rahimahullah, nëse ti mundohesh ta pengojsh, ta largosh, po prapë të vjen, ta hapish gojën, atër e vendos dorën. E vendos domethënë dorën, kjo edhe gjatë namazit, edhe jashtë namazit. Nëse vjen një gjë e tillë ta bësh, atër e vendos dorën para gojë, edhe është në rregull. Po thotë Sheikh Zeidi rahimahullah, nëse e vepron një gjë e tillë, përtitje gjatë namazit, a e prish kjo namazin? Jo. Nuk ndikon domethënë një gjë e tillë në saktësinë e namazit. Namazi është domethënë në rregull, por është prej këshillave dhe porosive të pejgamberit alayhi salatu wasalam që njeriu duhet me u mundu domethënë që me i pengu, që me i largu. A është gjatë namazit ose edhe jashtë namazit sipas transmetimit të Imam Muslim rahimahullah. Dhe kështu i fund të këtij kapitullit, dhe kapitulli i radhës është bab sujud as-sahw. Do thonë sehvi, sejdja, por kjo bi'idhnillahi ta'ala në mësimin e radhës. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin wa iyyakum.